Vëllezër besimtar, i kemi 5 këshilla do me thonë për me gjithë një jetë të lumtur. E para është forcohet lidhjen me Allahun Azza wa Jall përmes përmendjes, dhikrit dhe leximit të Kuranit. Allahu Azza wa Jall po thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub", me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Sa kemi nevojë sot për qetësim të zemrës, shpirtit. Shkojmë përdorim medikamente të ndryshme dhe nuk na bëjnë të qetë. Mundohemi ndoshta edhe me harame, mirë po e nuk të bën qetë. Ajo vetëm ta shton brengën, mirë po përmendja Allahut Azza wa Jall. Kur thu subhanallah, kur thu alhamdulillah, kur thu Allahu akbar, di valla jemi dashur se kam ardhur një farë qetësie në zemrën tënde. Badjava pejgamberi alayhis salam nuk ka thënë me vot dhikën me majat e gishtave. Pse? Njeriu e gjen një farë qetësie në trunin e tij dhe në shpirtin e tij. Kur thot subhanallah, nuk ka thënë me gishta kështu. Mirë po ka thënë me majat e gishta, enamil quhen këto gishta, do me thënë majat e gishtave, edhe njeriu kur ta përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, e gjen qetësin do me thënë total qetësin. E gjen knatësin, e gjen lumturin. Kur ta përmend Allahun Azza wa Jall. Para mendon, dietar kanë thënë, nëse e merr një gotë me ujë, edhe i flet ujit keq, shan, ofendon, analiza kur t'ja bësh ujit ka mi dal keq. Analiza nëse ja bën ujit ka mi dal keq. A lene mo njeriu nëse flet veç keq, para mendon çfarë stresi, çfarë depresioni ka me hyrë. Mirë po kur thu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad, që ditë e gjuma është, salavati për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka vlera të mëdha. Para mendon sa i lumtur do të bëhesh, veç kur e përmend Allahun Azza wa Jall. Po shtoja kësaj leximin e Kuranit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për çdo harf, për çdo gjem i ka nga 10 sevape. Nëse ti e lexon një faqe Kur'an që i ka 15 rreshta, dikun 2-300 shkronja, do të thonë vetëm me një faqe do të thonë ti i ke domethënë gjithë ato sevape. A para mendon ti një gjuz nëse lexon ditë ose gjuzi nëse lexon ditë, para mendon se sa mundesh domethënë me pas shpërblim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër besimtar, Ibn Qayyim ka thonë, në zemër ka një boshllëk që nuk e mbush asgjë përveç se përmendjes së Allahut Azza wa Jall. Ata që kanë stres, ata që kanë depresion, ata kanë një farë boshllëk në zemrën e tyre që shpirti i tyre kërkon që mu përmend Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi, nëse ne këtë zbrastir, këtë boshllëk nuk e mbushim me përmendjen e Allahut, atëherë ka më ardhur shejtani dhe ka me ta mbush. Me çka? Me frikë. Kime vdek, po na kret kena me vdek. Fukarallëk, po kret fukarallëk, si për kret edhe ashtu edhe për ne. Besimtari këto, s'mundet të besimtari me bo. Mirë, po të ajë që e ka zemrën e zbrast, të ajë do me thonë e gjenë këtë hapsir edhe nga cmon shejtani aty. Pra, çdo ditë përpiqem me lexu gati. Nëse nuk mundesh një faqe Kur'an gjys, nëse s'mundesh gjys, qerek, nëse s'mundesh 2 ajete lexoj, nëse s'mundesh binem hape Kur'anin va jemi dashur. Pse? Hape Kur'anin që të mësohesh në të ardhmen, do me thonë me ne, mos me të kalu dita, mos me të kalu ora pa e përmend Allahun Azza wa Jall. Edhe pse unë jam i bindur se besimtari më i dom nuk i kalon dita pa e përmend Allahun Azza wa Jall. Pse? Se thot kur të ham bukë thot bismillah, kur të ngihet thot elhamdulillah, kur del në banjë thot bismillah, kur del thot gufraneke, hyp makinë bismillah, lexon ayatul kursi. Besimtari çdo herë është në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Mirë, ndonjëherë duhet me shtu edhe dozën që për me kalu, do më thonë, për me kalu ato sprovat. Pra, mundohu që çdo mëngjes, çdo ditë me lexu diçka nga fjala e Allahut Azza wa Jall. Qoftë edhe dhikrin e sabahut, edhe dhikrin e sabahut, dhikrin e akşamit, darkës, me lexu pse se ti do të jesh në mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall.